Pavarësisht se nuk është çelur ende zyrtarisht sezoni turistik i këtij viti, plazhi në Vlorë ka filluar. Këtë të diel, e para e muajit maj, ka sjellë në Vlorë një numër të konsiderueshëm të qytetarëve që janë drejtuar plazhit, si kundër po ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Të moshave të ndryshme kanë qenë qytetarët që kanë plazhuar këtë të diel në plazhet e Vlorës, jo vetëm vlonjat, por edhe të ardhur nga rrethet ndryshme të vendit, si dhe shtetas të huaj. Parashikimet meteorologjike për mungesë të rreshjeve dhe vranësira të pakta dhe kalimtare, por edhe temperaturat që kanë arritur deri në 29 gradë Celsius, kanë bërë që qytetarët si shpëtim të gjejnë një zgjidhje tjetër, atë të frekuentimit të plazhit. Edhe era ka qenë shumë e lehtë këtë të diel në drejtimin jug-perëndim-veri-perëndim, me intensitet të ulët, me shpejtësi që varion 2 deri 10 metra për sekond. Deti ishte gjithashtu i qetë, me një valzim të lehtë, 1 deri 2 ball, ku si kundër po ndiqni pamjet në ekran, ka qenë të jetë i frekuentuar. Bashkia e Vlorës do të çelë zyrtarisht sezonin veror një javë pas zgjedhjeve. Për shkak të fushatës elektorale të këtij viti, data është shtyrë, por qytetarët në këto ditë do t'i gëzojnë edhe plazhit që është ende publik dhe nuk është zaptuar nga bizneset, të cilat ende nuk i kanë marrë në administrim territoret e plazheve apo të ndryshe stacionet e tyre. Një numër i lartë i qytetarëve vendas dhe të huaj është regjistruar këtë të diel të parë të muajit maj në Vlorë. Kjo gjë vije i re tek plazhi i mbushur, por edhe tek trafiku rrugor që ishte më i dendur se në ditët e zakonshme.